Eliona lutet tek varrezat e nënës dhe motrës. I kërkova forcë. Një moment i thellë dhe rrëqethës u shënua në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova, ku banorja Eliona ndau dhimbjen e saj të madhe me hygertë. E mposhtur nga emocionet, Eliona shpërtheu në lot teksa fliste për humbjen e dy personave më të dashur të jetës së saj, nënës dhe motrës së ndjer. Gjatë bisedës, ajo rrëfeu se malli dhe mërzia bëhen edhe më të rënda sa herë që viziton varrezat e tyre. Ky ritm i dhimbjes dhe kujtesës ka qenë një sfidë e vazhdueshme për të. Ajo zbuloi një detaj që tregon fortësinë dhe lidhjen e saj të thellë shpirtërore me to. Eliona tregoi se hyrja në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova nuk ishte thjesht një vendim i momentit. Para se me ardh këtu, në të njëjtën ditë kam shkuar tek varrezat edhe kam marrë forcë, u shpreh ajo. Ky veprim tregon se Eliona i kërkoi bekimin dhe forcën familjarëve të saj të ndjer për të përballuar izolimin dhe sfidat e Big Brother, duke bërë aventurën e saj brenda shtëpisë një lloj dedikimi për kujtimin e tyre. Ky rrëfim thekson brishtësinë dhe njëkohësisht forcën e banores për të vazhduar përpara. Bëni subscribe për lajmet e reja.